Doktoresh Suzana Gjekaj, kolonelja e parë shqiptare në forcat ajrore të Shteteve të Bashkuara. Femrat shqiptare janë të njohura për ambicien dhe përkushtimin e tyre për të ndërtuar një karrierë të suksesshme. Një shembull i shkëlqyer e kësaj është doktoresh Suzana Gjekaj, e lindur në Guci në vitin 1982, e cila u bë kolonelja e parë shqiptare në forcat ajrore të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Suzana vjen nga një familje tradicionale shqiptare në origjinë nga Trieshi, Malësia e Madhe. Prindrit e saj, Gjon dhe Pren Gjekaj, emigruan në Shtetet e Bashkuara në vitin 74 duke u vendosur këtu në Detroit. Falë përkushtimit të familjes për arsim, Suzana ndoqi studimet në Universitetin Detroit Mercy, ku diplomua në biologji dhe kirurgji dentare. Pas fitoi një bursë prestigjioze, ajo u bashkua forcave ajrore të Shtetit të Bashkuara në vitin 2003. Gjekaj vazhdoi trajnimet në bazën Maxwell në Alabama dhe më pas u caktua në bazën ajrore Holloman, ku shërbeu si dentiste dhe oficere ndëlidhëse për forcat ajrore gjermane. Ajo ka shërbyer në disa prej bazave më të rëndësishme të Shtetet e Bashkuara në botë, përfshirë Korenë e Jugut, Italinë, Japoninë dhe Gjermaninë. Përveç shërbimit aktiv ushtarak, ajo ka dhënë mësim në Universitetin e Shërbimeve të Uniformuara të Shkencave Shëndetësore dhe ka fituar certifikimin e Bordit të Stomatologjisë Pediatrike në vitin 2019. Aktualisht ajo është shefe stomatologjisë pediatrike në bazën ajrore Ramstein në Gjermani. Pavarësisht suksesit të jashtëzakonshëm, doktoresh Suzana Gjekaj mbetet një person i thjeshtë dhe i përulur. Ai nuk ka harruar kur origjinën shqiptare dhe ndihet krenare për rrënjët e saj. Në ceremoninë e marrjes së gradës kolonel, flamuri shqiptar pa lëvizje për krah atij amerikan, një moment që e mbushi me emocione. Gradën kolonel në forcat ajrore të Shtetit të Bashkuara arrin vetëm 2.2% të oficerëve, një rrugtim që kërkon shumë përkushtim, stërvitje dhe sakrificë. Thot ajo, historia e Suzana Gjekaj është një shembull frymëzues për të gjithë shqiptarët, duke treguar se me punë të palodhur dhe përkushtim çdo ëndër bëhet realitet.